Supozojmë për një moment që SBA merë krahun, plotësisht, se për të marrë e ka marrë, po plotësisht krahun e Serbisë zyrtarisht. Çfarë sipas jush janë skenarët, çfarë e pret Kosovën? Është pyetja ime fundit, ndoshta kolegu Abilega mund të ketë ndonjë gjë dhe Nëse ndodh kjo atër, ka me qenë shumë keq për Kosovën, po kjo nuk do të thotë që na duhet me dalë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Elita politike e Kosovës duhet me abot qartë botës që e vlerëson shumë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirinë e Kosovës gjatë vitit 99 dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pavarësinë gjatë vitit 2008. Mirë po për kundër faktit se i konsideron aleate miq, nuk pajtohet dhe duhet elita politike kosovare të mos lëshoj pe ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cilat do të jenë kërkesat të Serbisë në fakt. Me këto që thamë, kemi ndonjë gjë për të shkëmbyer me zotin Gashi dhe pastaj ta lëmë të lira dhe. Kemi? Anton? Ka diçka sepse nëse do shohim ne sot variantet për të bërë qeverinë e Kosovës, një nga variantet, nëse Kurti dështon sigurisht, është që opozita të bëjë tre partitë e tjera që janë opozit të bëjnë qeverinë. Dhe po të kemi parasysh të shkuarën, një kryeministër i këtyre forcave politike është gjithmonë konformist në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka qenë dhe sidomos me Trumpin. Deri sot. Edhe me Trumpin. Abdullah Odin e pamë se si vajti ulet e si nxënës. Dhe një marrëveshje u afruar. Ndërsa Kurti ka qenë gjithmonë ka qenë i trequr, ka qenë refraktar ndaj propozimeve që nuk i shërbenin Kosovës sipas tij. Ka krijuar dhe probleme në marrëdhënie me SBA-n dhe me Brukselin në këto raste. Pra do kishte në këtë 4 vjeçar të paktën që është Trumpi, a nuk do ishte më mirë për Kosovën që Kurti të ishte kryeministër? A mund të realizohet kjo? Po Shkërzen? Po unë mendoj që është shumë më mirë për Kosovën me qenë Kurti, sepse është një politikan që nuk mundën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e askush prej bashkisë ndërkombëtare me shantazhu, sepse nuk është i korruptum, e para dhe e dyta sepse nuk ka akuza për shkelje të rregullave të luftës, nuk mundet me arrestu gjykata speciale. Kjo është shumë e rëndësishme dhe e treta që është pashtu e rëndësishme, nuk ka probleme sikur qysh kishin shumica dërmuese e liderëve politikë të Kosovës kishin probleme deri edhe me shkrim lexim. Kë nuk i ka ato probleme. Kështu që mendoj se është mirë në këtë fazë gjitha partitë politike opozitare me mbështet Kurtin. Kemi pasur edhe situata më përpara kur presioni i bashkisë ndërkombëtare ka qenë shumë i madh karshi Kosovës. Për shembull, në vitin 1999, para se me u bë marrëveshja e Rambujës, ka pas negociata me Kosovës dhe Serbisë, po ka qenë një farë diplomacie fluturuese, shuttle diplomacy mes cilat negociata i ka udhëheq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës atëherë në Shkup, Christopher Hill, që tash ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Edhe ai patru 4 drafte. Ka qenë drafti i pari i Hillit, mandej ka qenë drafti i dyti i Hillit, drafti i treti i Hillit, drafti i katërt i Hillit. Të gjitha draftet i kanë refuzuar gjitha forcat politike kosovare atëherë. I ka refuzuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën, edhe Lëvizja për Bashkim Demokratik në krye me Recep Çosin, edhe përfaqësues politik të QK-s. Edhe draftin e parë, edhe dytë, edhe tretë, edhe të katërt, që kanë qenë shumë më keq se sa marrëveshja e Rambujës. Pra neve na vjen sot një bashkim i forcave politike kryesore, sepse jemi në një situatë të jashtëzakonshme. Ka ndryshime radikale për 180 shkallë të skenës politike në botë, edhe në krye të shtetit më të fortë në botë, shtetit që e kanë ndihmuar Kosovën për lirinë dhe për pavarësinë e vet, ka një person i cili është totalisht i paparaqesuar. Ylli kam edhe unë. Më tepër një koment. Zotin Esho, po. Patjetër. Duhet të them që çështja e reagimit nuk duhet marrë kaq vërtet opinioni publik, analistët mund të diskutojnë, pa ish një person jo zyrtar. Vetë presidenti Trump ka disa fëmijë dhe politika në këto vendet e vogla nuk mund të mirret me raste të cilat nuk janë të veshura me pushtetin institucional ose të përfaqësojnë diçka. Duhet të them, kjo është e para. Kemi parë raste që vetë Amerikanët jo në gjitha rastet e njohin në realitetin që ka ndodhur. Kjo mund të jetë edhe rasti i Trump Jr. Duhet ju them edhe ish presidenti W. Bush ka ngatruar Austrinë me Australinë, por kjo nuk e çbënte Austrinë si një shtet sovran,
Këto janë realitete historike të pakthyeshme dhe për këtë nuk... Kanadan me Amerikën nuk e ka ngatruar. Jo, Kanadan e duan. Së dyti, një argument në lidhe me të për president Trump, që është i paparashikueshëm, ju keni drejt, unë e kam shtruar edhe më përpara, por në veprimet dhe zgjidhje taktike kur negocion, por është shumë i qartë në gjërat që do të bëj, edhe kjo është një diferencë e madhe. Nuk ka dalë asnjëherë në diskutim çështja sovraniteti, liria e një republike, siç është Republika e Kosovës, dhe jam plotësisht dakord duke mbyllur këtë koment të gjatë me mikun tim Abilekaj, kur thotë që më tepër kjo reagim duhet të ngrej sensibilitetin e klasës politike, jo vetëm në Kosovë, jam plotësisht dakord që të krijohet jo vetëm një kryeministër që të udhëheqi, po të jetë një aleancë shumë e gjerë gjithë partive politike. Së dyti, duhet pastrohet klasa politike në gjithë ambientin dhe hapësirat shqiptare, duke përfshirë ata renegat që deri tani kanë bashkëpunuar me Vučićin edhe projektet slavo-ruse në Ballkan, që gjithmonë kanë qenë yes men për perëndimin, edhe kur kanë propozuar Sorosi ose idenë e Ballkanit të hapur, gjithmonë kanë dalë ose me propozim për të bërë diçka për të rritur dominimin serb, ose kanë bërë projektet më përpara se e kërkojnë të tjerët të asociacioneve që duhet i ketë Kosova ose jo, dhe kështu me radhë. Prandaj, duhet ketë një unitet, duhet ketë një qartësi dhe jo frikë nga deklaratat e ndryshme. Dihet që është një biznesmen, nuk është ere parë, është ere tretë, që ka ardhur që pas 5 nëndorit juniori në Serbi, ka interesat e tij, mund të vi sepse oligarkët duhet kemi një gjë, edhe Rama e ka kërkuar, mos jemi të habitur kur të bëj dhe në një podcast me Ramën, se dihet si autokratët, jo, paguajnë influencë, edhe ne jemi të qartë, se ne jemi nga ato 21 shtete që figurojmë në Kongresin Amerikan si qeverit korruptuara që blejnë influencë në Shtëpinë e Bardhë. Dhe nuk flasim as një fjalë. Nëse e bën Rama një podcast, nëse e bën Trump Junior edhe me Rama një podcast, atë rishkon shumë mirë që Rama me asharu disa gjana. Po, atë prit. Tu ka ndodhë krimet të tmerrshme. Po, edhe presidenti e Kosovës, nështë ta kështu ishdasht me vepru. Lobimi, kur e thash aty të reagimi i tyre, reagimi liderëve institucional të Kosovës, ma shumë e mendova që, për shembull, politika jashtme e Kosovës me lobu që podcasti i radhës si Trump Junior me qenë një podcast me presidentin e Republikës Kosovës ose me kryeministrin e Republikës Kosovës, ku shikuesit e podcastit ti kishin me pas mundësi me i dëgjua dhe pikpamjet e palës tjetër. Sepse Trump Junior ishte shumë i anshëm në prezentimin që i bëni Serbisë. Ju e thatë edhe vetë aty që e kishte edhe hartën brenda Kosovës. Të Kosovës brenda Serbisë. Po është me rëndësi me e thonë që nështë fiks para një muji, sot jemi me 17 mars, me 17 shkurt Republika e Kosovës e ka pranu një letër për presidentit Donald Trump, ku ai na ka uru për pavarësinë e Kosovës. Mirë po, kjo nuk na jep neve garancione që nuk do të ndryshoj situata në muajt në vijim, edhe ne nuk e dim se sa i madh do të jetë ndikimi i Trump Junior te presidenti Trump. Dhe për ta mbyllur shkërzenë, Trump Junior përmend në një farë mënyre, kur thotë që NATO ka qëndrim të dyfishtë, ndryshe për Kosovën dhe ndryshe për Ukrainën. Dhe a mund të jetë Kosova pjesë e marrëveshjes? Jo, kjo nuk është e vërtetë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. S'është? Sepse NATO nuk ka qëndrim të dyfishtë. Jo, ashtu mendon sekretari general i NATO si ishte në Kosovë. Dhe ai as forcës sigurisë të Kosovës nuk i drejtohet si ushtri e Kosovës. Ai e zbaton vetëm rezolutën 1244. NATO-ja është neutrale karshi statusit Kosovës. Nuk e nje Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Aja nje rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, sipas cilës Serbia ka sovranitet ose trapim mbi Kosovën. Kështu që NATO është neutrale në raport sa i takon statusit Kosovës ose raporteve mes Kosovës dhe Serbisë.